për idealet e mia, po kur unë jam bërë antar e partije, drejtoreja të rinj në Vlorë, ju losë me top. Edhe pse jeni më i madh se unë, po nuk të fala të gjërkon t'i bësh fshallit Tragjas, ku gjyshit dhe babaje ime janë rritur, ku ai uji që rrjedh ka histori, prandaj më ke kundërshtare me gjithë socialistët e Tragjasit, kam menduar që arsyetimi e logjika ju kam mbajtur në pushtet, po kam gabuar, unë kisha organizuar këtu ku jetojmë të votojmë për PS-n, po do bëjmë të kundërt, do abstenojmë. Tani, ky është një diskutim që ka në thelb një pikpyetje shumë të madhe për mua, që si ka mundësi që të bjet pre e një, nuk e di se si ta quaj, po e një konfuzionit tillë po e quaj, sepse jam i bindur që mrapa kësaj ka burime helmi që kanë derdhur sasira të caktuara në mendjen e tragjasiotëve, por përtej këtyre pyetja është shumë e thjeshtë. Si është e mundur që të imagjinohet që një qeveri, cila do qofte ajo qeveri, me thënë drejtën në këtë rast, të marri ujin që i duhet disave për t'ia dhënë disa tjerë. Si mund të bëhet kjo dhe për cilën arsye në botë? Tani këtu është futur brenda edhe kuçedra, domethënë oligarkët që po marrin ujin për qëllimet e tyre e të tjerë. Por nga ana tjetër, unë jam përpjekur ta shpjegoj dhe ta rishpjegoj dhe ta rishpjegoj me ata që kanë folur që ky projekt bazohet në studim të mirëfillt hidrologjik. Janë bërë matje të vazhdueshme të prurjeve. Janë bërë analiza të vazhdueshme për të arritur në konkluzionin se çfarë prurjesh ka, sa prurje janë ato që i duhen mjedisit ekologjik, përfshirë edhe vaditjen e tokave, sa prurje janë ato që duhen për konsumin lart atje, sa flas për konsum për ujë të pishëm, sa prurje ikin në det, e të tjera, të gjithë këto aspekte teknike që i dinë shumë më mirë ekspertët, inxhinierët, hidrologët e tjera. Dhe mbi bazën e këtyre analizave dhe këtyre matjeve është bërë projekti. Është bërë projekti i cili, po e filloi nga A-ja, synon që edhe vetë zona atje, banorët atje, shtëpit atje, të cilat furnizohen me pikatore, sepse sistemi i ujësjellësit atjeshëm është një sistem, nuk e di, i ndërtuar në vitet 50-a, 60-a, ku di unë se kur, por që është komplet i amortizuar, ndërkohë që një pjesë tjetër e banorëve kanë bërë investime marrëmendse personale për të shpuar dhe për të marrë ujë me puse. Aty, në ndërkohë, unë e shohim si një zonë me potencial të madh zhvillimi për turizmin, me potencial të madh transformimi të atyre shtëpive, të atyre trojeve nga vetë banorët, ku ka një numër të madh emigrantësh që mund të kthehen të investojnë për agroturizëm e të tjerë. Kështu që edhe kanalizimet që mungojnë janë pjesë e projektit. Pra, do bëhet ujësjellësi i ri i Tragjasit. Do bëhen kanalizimet për Tragjasin. Dhe në ndërkohë, do ndërtohet ujësjellësi që do të furnizojë dhe zonën e poshtme. Tani, nuk dua të marr shumë kohë me detaje që thash janë teknike, por dua të shpjegoj që një projekt
bëhet me patjetër profesionist. Pastaj ka dhe oponencë, prap me profesionist. Dhe bazohet në rastin e projekteve të ujësielësave në, siç thash, matje, në analiza, të cilat krijojnë idenë e plot për mënyrën dhe sasinë e shfrytëzimit që të ruhen të gjitha balancat. Dhe ka një shifër që është shumë domethënëse. Atëherë, prurja minimale e matur, dhe këtu kam gjithë të letra, po nuk dua t'i lodh. Prurja minimale e matur dhe matjet janë bërë në periudha shtator, në periudha korrik, në periudha ngushtë, dhe për më tepër janë matjet bëra në vite 2021, 2022, më përpara ka dhe matje të 2018-ës për të parë diferencat, kështu që prurjet minimale janë 700 litër në sekond. 700 litër në sekond. Atëhere, nga të gjithë shfrytëzimi në maksimum që do t'i bëhet këtij burimi për shkak të ujësielësit, është 2 herë më i vogël se sa prurja minimale. Do me thënë, në të gjitha rastet, ajo që mbetet e pa shfrytëzuar nga sistemi i ujësielësit, është mëse e mjaftueshme për të gjithë mjedisin ekologjik, siç quhet, ndërkohë që për sa i përket ujit të pishëm, do të plotësohen nevojat për një masë të caktuar, duke filluar nga vetë tragjasi. Tani çfarë them unë? Si ta shpjegoj unë që kjo është çështje teknike. Kjo nuk është një gjë që e shef me sy, se më thoshin e shoh me sy, hajde shife me sy, aty ka, aty s'ka, nuk shikohet kjo gjë me sy. Kjo gjë shikohet me instrumenta shkencore që bëjnë matjet dhe me analiza progresive në vite të matjeve për të kuptuar se çfarë investimi duhet bërë dhe se si ky investim impakton mjedisin, impakton njerëzit. Të ishte një hidrocentral, do ta kuptoja të gjithë shqetësimin, sepse rreziku i thithjes së burimeve ujore në një masë që mund të kërcënonte gjithë nevojat për vaditje tokash në radhë parë, se aty është problemi dhe është një problem qartësisht legjitim, atëherë do ta kuptoja që ka i problem. Ujësielës për të pirë ujë, si mundet që një ujësielës për të pirë ujë të faj dynjan duke u shfrytzuar për nevojat njerëzore të pirjes ujit. Është e pamundur, është alogjike komplet e gjitha kjo. Është komplet alogjike. Dhe duke qenë se ka pasur shqetësim dhe ky projekt është vonuar me muaj të tërë për shkak të këtyre teorive, është kërkuar nga ana ime në mënyrë të përsëritur 2 herë konfirmimi nga ekspertët dhe është parë dhe nga ekspertë të tretë. Pra, jo nga ata që e kanë bërë projektin, jo nga ata që kanë bërë oponencën, po të tretë. Dhe të gjithë dakordsohen në pikën që këtu s'ka asnjë kërcënim. Kjo është çmenduri. Do të jem unë personi që dashkam t'i marr ujin tragjasiotëve dhe t'ia jap himarionëve, po them. Është komplet nonsens. Ky është një burimet janë të Republikës Shqipërisë, nuk janë burime të një komuniteti apo një tjetri, dhe këto burime të Republikës Shqipërisë vijnë në dispozicion të njerëzve dhe të interesave të kësaj republike, duke patjetër garantuar mos cënimin e askujt që me ligje me zakon ka të drejtën të ketë akses në atë burim, dhe patjetër që në këtë rast tragjasiotët kanë të drejtën me ligje me zakon
të kenë aksesin për nevojat e tyre në burim, dhe kjo as nuk mund të diskutohet. Kështu nuk kuptoj se çfarë diskutojmë dhe mbi ç'bazë. Gjithsesi i kam kërkuar drejtorit përgjithshëm të Akumit bashkë me specialistët dhe kryetarit të bashkisë të bëjnë një shpjegim shterrus në një televizion në Vlorë, sepse kjo shpjegimet teknike nuk mund të bëhen me 200 veta që thonë ne do vritemi dhe nuk do lëmë të bëhet projekti. Këtu nuk mund të bëhen do shpjegime. Do bëjnë shpjegime teknike dhe pastaj do shfaqem edhe vetë atje, aty pastaj flasim, por mbi bazën një herë të marrit të shpjegimeve teknike. Se nuk mund të bëjmë inxhinierin të gjithë bashkë. Unë nuk jam inxhinier, ata që e kundërshtojnë Ilda këtu nuk është inxhiniere, kështu që është e rëndësishme që të dëgjojmë dhe të besojmë ekspertët. Dhe e fundit fare, për sa i përket policisë, projektet nuk mund të bllokohen. Projektet, investimet nuk mund të bllokohen. Ka dhe kod penal për këtë punë. Dhe policia nuk është shfaqur aty se papritur e pakujtuar u kujtua një fadron të vi, po sepse ka muaj të tërë që bëhet përpjekje për t'u sqaruar dhe nuk arrihet do të realizohet sqarimi. Tani si do bëhet? Do merret peng me dhunë një projekt, një investim, por ky është kulmi. Një investim që në radhë parë i shërben vetë zonës. Është habi e madhe. Është habi e madhe. Megjithatë, unë kam shumë besim që duke dëgjuar mirë në radhë parë ekspertët dhe duke besuar tek vullneti i mirë për transformimin e mëtejshëm të gjithë qarkut Vlorës, që është me provë kjo, do të realizojmë projektin dhe të gjithë do të jenë në fund të lehtësuar nga çdo lloj frike dhe nga çdo lloj konfuzioni.